nuk ka provë më të qartë se sa arsenali i vlerave, traditave dhe zakoneve të një populli trashëguar gojarisht në shekuj për të treguar prejardhjen e tij. E folura greke është elementi kryesor, pas të cilit kapen her pas here ata që duan do e mos t'i konsiderojnë të parët e himarës grek dhe po ashtu të gjithë njerëzit e brezave të tjerë të mëvonshëm pasardhës të tyre. Vërtet në qytetin Buzdetit dhe në fshatra të tjerë përreth saj është folur e flitet greqisht, por ama kjo kurrësesi nuk mjafton për të vërtetuar hipotezat që hidhen nga një grup i vogël individësh. Të paktën deri tani nuk është gjendur ndonjë argument i fortë me bazë historike. Studiuesit i besojnë më shumë ekzistencës së një pakice gjuhësore përgjatë Bregdetit. Historia botërore një plot shembuj të ngjashëm kur një komunitet ka huazuar një gjuhë që nuk ka qenë e tij për shkak të afërsisë së madhe me një vend tjetër. Kështu ka ndodhur në shekuj edhe me himar. Distanca e vogël me ishujt grek dhe detyrimisht marrëdhëniet e ngushta për interesa ekonomike kanë bërë që mësimi i greqishtes të kthehet në periudha të caktuara në domosdoshmëri. Nga ana tjetër, edhe emigrimi ka luajtur një rol të rëndësishëm. Veç të tjerash, njerëzit e Bregdetit e shihnin një mundësi mjaft të mirë praninë e ishujve për t'u strehuar në ndonjë rast sulmi të mundshëm. Asnjë prej studiuesve shqiptar nuk e përjashton faktin që mund të ketë familje me prejardhje nga Korfuzi apo ishujt e tjerë. E ndoshta gjuha që flasin sot për ta është gjuha e nënës. Ekspozimi i himarës përballë detit e ka detyruar atë të ruaj gjithmonë fqinjësinë e mirë, pse jo të lidh miqësi të forta apo edhe krushqi me njerëzit në anën tjetër. Gjithsesi, numri i të ardhurve ka qenë shumë i vogël krahasuar me vendasit. Të gjithë udhëtarët e huaj që kanë shkelur Bregdetin në periudha të ndryshme kohore, e kanë gjetur himarën shqiptare dhe të tillë kanë dokumentuar në botime të cilat sot përdoren si burime dhe dokumenta arkivore. Emrat e fisëve kryesore të himarës nuk tregojnë ndonjë lidhje me emrat grek, përkundrazi janë shqiptar dhe në disa raste emra katolikësh. Nevoja për të komunikuar në greqisht
bëri që të hapej shkolla greke, por shumë kohë përpara saj, Kimara kishte hapur shkollën shqipe. Pra, vazhdimisht për interesat e tyre të gjithanshme, banorët e Bregdetit kanë ruajtur dy gjuhëzinë. A është e folura greke e himariotëve, ajo e folur që përdoret në Athinë dhe i qytete të tjera të mëdha të Greqisë. Në këtë pikë ka gjithmonë dyshime, por asnjëherë nuk është bërë një studim i mirëfillt krahasues për të parë se nga ka rrjedhur ajo. Dyshimet e pavërtetuara flasin se ngjason më shumë me të folurën e ishujve. Edhe nga bisedat me banorët e sotëm të Himarës, mund të mësosh se ata e kanë më të lehtë të komunikojnë me fëmijët e tyre në Korfuz.